Jemi në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit Alert për ditën e sotme. Kam në lidhje Skype ose online nga Kosova zotin Lamir Thaçi, është zyrtar i komunikimit i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës. Zoti Thaçi, faleminderit për kohën dhe të kërkojmë edhe ndjes sepse politikës ja shohim her pas here sherrin dhe na shtyu në kohë në fakt në fillimin e programit. Faleminderit për kohën. Është kënaqësi gjithmonë. Për gjithë ata që na ndjekin dhe nuk e dim se për çfarë do të flasim, pas situatës së fundit në Shqipëri dhe alarmit në lidhje me salmonelën në fileto pulen nga Brazili, e njëjta situatë në alert, po themi, ishte deri diku edhe në Kosovë, kryesisht te konsumatorët, tek popullata, për shkak se edhe Kosova është e përfshirë në importin e mishit të pules, por edhe të tjerë nga Brazili. Me njerë u morën masa, u analizua, fatmirësisht rezultoi negative, pra pa ngarkesë salmonele. Gjithsesi, si ishte situata në Kosovë, pas alerteve dhe asaj, po themi, zhurmës madhe mediatike apo alarmeve ngritura nga mediat, si u përcoll kjo situatë në Kosovë, zoti Thaçi? Po, faktikisht kjo si incident lindin nga raportimi i mediave në Shqipëri, dhe me njerë sigurisht që edhe konsumatori kosovar e ndjeti një shqetësim dhe me të drejtë ne duhet që të vepronim. Dhe nga dita e parë e raportimit në Shqipëri ne kemi filluar masat ekzekutive fillimisht ligjore, duke gjurmuar situatën se mos kemi ndonjë lidhshmëri të incidentit në Shqipëri me produktet që gjendeshin në Kosovë. Dhe nga volumtimi që bëm, sigurisht nga dhënat e importit që siguronte autoriteti ynë, dhe komunikimi direkt me AKU në Shqipëri, u konfirmua që asnjë ngarkesë nuk ishte rieksportuar nga Shqipëria në Kosovë dhe lidhshmëria e incidentit u eliminua, por përveç këtyre sigurisht që karshi konsumatorit ne duhet që të ofronim edhe fakte të shtesë që të heqnim dyshimet e konsumatorit kosovar mbi sigurinë e produkteve me origjinë nga Brazili. Ne dolëm në treg, kontrolluam pikat shitse, inspektuam depon e njerit për importuesve që ishte prezantuar produkti i brendit të njëjtë që shite edhe në Shqipëri, dhe po ashtu drejtori ekzekutiv dha urdhëreshin që gjitha ngarkesat që vinë nga Brazili, nga dita kur ndodhi incidenti duhet që të kontrolloheshin detajisht dhe të merreshin mostra. Dhe sigurisht gjitha sasit, sipas procedurës standarde të inspektimit, mbashin përkohësisht të bllokuara deri në ardhje të rezultatit. Dhe koha pastaj ju e dini mirë sa nevojitet për të kryer testimi i mirëfill, dhe kjo gjithmonë varet ekskluzivisht nga laboratori dhe në ditën e parë që ne morëm rezultatet, ato i komunikuan për publikun dhe gjitha rezultuan negative dhe kjo dëshmoj që kontrolli i autoritetit në Kosovë është i mjaftueshëm ose është profesional, sepse edhe në kontrollet e rregullta ne veprojmë gjithmonë do që ka ndonjë dyshim të bazuar. Por situata këtu lindet komplet nga incidenti që ishte në Shqipëri. Dhe rezultatet e analizave duhet të jenë siguri jo vetëm për konsumatorin kosovar, por për gjithë konsumatorët kudo që janë për produktet që janë testuar në Kosovë. Me sa kuptova, zoti Thaçi, bëj fjalë, pra edhe mostra që keni marrë analizuar, janë nga njëjti stabiliment në Brazil, pra të importuar edhe në Kosovë me të njëjtin, pra janë importuar si Kosova si Shqipëria, pavarësisht se importe ndryshme, nga i njëjti stabiliment që ka emrin Copacol në fakt. Po, faktikisht ne këtë produkt nga ky brend e kemi edhe në Kosovë, por llotet nuk përputeshin me ato në Shqipëri. Sigurisht janë llote ndryshme. Nuk kishte asnjë lidhshmëri incidenti i Shqipërisë me produktet që ishin në Kosovë, por ne në Kosovë kemi transparencën në nivelet më të larta dhe ne komunikojmë në kohë reale mbi çdo incident, mbi çdo informat që mund të trajtohet si argument për të vepruar që të qetësohet konsumatori, sepse përveç si fakt që gjithmonë nevojitet për të dëshmuar, ne gjithmonë punojmë që edhe si percepcion të jemi realist, të jemi transparent ka shi konsumatorit, sepse gjithmonë dëshirojmë të ruajmë si partner, sepse siguria ushqimore sigurisht nuk mund të ruhet vetëm, duhen gjithë aktorët të përfshihen që pastaj ne
të vlerësojmë dhe të besojmë që jemi duke bërë më të mirën ka shi konsumatorit. Qartë. Unë në fakt e kam përmendur gjithmonë, edhe ju kam thonë, edhe kur jemi takuar, por edhe publikisht edhe mediatikisht, që transparenca e AOV në Kosovë është në nivele krejt tjera me Shqipërinë, në raport me konsumatorin. Edhe gjej rastin që ju përgëzoj sërish. Pjesën e juj andaj, por sigurisht që ne këtej kemi edhe obligim ligjor dhe qofse lexojmë me kujdes ligjin e ushqimit të Republikës Kosovës, atëherë 30% e ligjit ka të bëjë vetëm me komunikimin, sepse në sigurinë ushqimore është evidente që komunikimi është një prej komponentave kryesore për të ruajtur sigurinë ushqimore dhe për të mbrojtur konsumatorin nga shi çdo situate apo incidenti që mund të ndodhë, sepse fusha e sigurisë ushqimore është komplekse, incidentet mund të ndodhin shpejt dhe përmes vetëm kontrollën sigurisht që nuk arrihet që të mbrohet konsumatori, por gjithmonë çdo incident hapi parë merret komunikimi i konsumatorit për të pas kujdes mbi produktin e dyshuar dhe pastaj sigurisht janë masat ekzekutive, tërheqja e produkteve nga tregu, ato që vërtetohen që nuk janë në rregull as zgjësohen, por gjithë procesi, çdo veprim gjithmonë kërkohet që të bëhet transparent, sepse po them, lufta kryesore është për të ruajtur besueshmërinë ka shi konsumatorët. Ne, pra Shqipëria, ose të paktën për ngarkesat e Brazilit, ka portin e Durrësit si pikë e inspektimit kufitar, ku dhe merren mostra rëndom sipas planit vjetor ose në rast të dyshimesh. Kosova ku i merr këto? I merr në pikat kufitare, për shembull në Morin apo Vermic, siç e quani ju kur vinë aty, apo kur shkojnë në pikat e distribuimit tek importuesit e mëdhej, që kanë edhe kushte dhomat frigoriferike e tjera? Në fakt, tani 2 vite, ne inspektojmë në portin e Durrësit, aty kemi të vendosur inspektorët tanë, dhe edhe ajo për ne është pikë kufitare kontrolli, dhe kudo që ngarkesat zhdoganohen, ato paraprakisht kontrollohen nga inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, pastaj fillon zhdoganimi, sepse fillimisht bëhet vlerësimi i aspektit të sigurisë së produkteve. Gjithmonë po flasim për ngarkesat që me kod tarikor janë përcaktuara që të kontrollohen nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Dhe pastaj, pas aprovimit nga ana e inspektorit, sigurisht fillon zhdoganimi i ngarkesës. Po, ngarkesat janë inspektuar në portin e Durrësit, ka qenë inspektuar në terminalet doganore, kjo gjithmonë është varësisht se ku zhdoganohet një ngarkesë. Qartë. Një pyetje për procedurë nëse ju e dini, nëse gjithmonë ju e dini personalisht. Rasti konkret i Shqipërisë është pikërisht kështu, kur inspektori i pikut merr mostër mbi bazë planit vjetor, jo mbi dyshime apo alerte konkrete, për analizim, nuk bllokon sasinë e importuar mbi të cilën është marrë kjo mostër, pra dhe lehtësisht del në treg, siç dhe ndodhi në Shqipëri. Pra nuk e ka detyrim ligjor, e kemi një handicap ligjor në Shqipëri dhe në fakt, për sa kohë merr mostër ti duhet ta mbash të bllokuar atë sasi, se përndryshe për çfarë po analizon pastaj. Nëse del në treg, kot po analizon dhe të rezulton pozitive. Si ekziston baza ligjore në Kosovë, në rastin konkret për atë marrjes mostrave, flasim për import. Në momentin që ti merr mostra atë lot e mban të bllokuar deri në dalje të rezultatit të analizave, flasim për produkte me origjinë shtazore. Padosh që të ndërhyj në pavarësinë e inspektorit, ekipit inspektues, sepse me ligj është e përcaktuar gjithmonë është në diskrecionin e inspektorit që të vendos mbi çdo situatë, por nga praktika, informata zyrtare sigurisht, gjithmonë kur merret mostra për testim, ngarkesa vlerësohet sigurisht në bazë të analizës rrezikut dhe ngarkesa qëndron e bllokuar, sidomos produktet që kanë afat qëndrueshmëri, ato gjithmonë qëndrojnë të bllokuara deri në ardhje të rezultateve. Edhe kur është kontroll rutine në bazë një plani vjetor marrje mostrash. Pra po them, do thotë sepse nuk guxoj ta marr primatën që unë ta vendosë këtë çështje, por gjithmonë është në diskrecionin e inspektorit, por praktika standard e inspektuese
Po, sidomos në produktet më origjinë shtazore, po edhe në produkte tjera, marrja e mostrës nënkupton që ngarkesa ose produkti, lloti, seria, varësisht se me çka dyshohet dhe ku merret mostra, ajo sasi qëndron e bllokuar. Dhe edhe në rastin e fundit të këtij incidenti ne bllokuam faktikisht mbi 200.000 kilogram, 100 afër 150.000 kilogram ishin vetëm produkte nga importi dhe të tjerat nga tregu dhe depoja ku ishte inspektuar, gjitha ato që ndronin të bllokuara me urdhër të inspektorit për të dalë në treg deri në orët të rezultateve të analizave. Thyrja e urdhërit të inspektorit tek ne gjithmonë konsiderohet vepër penale. Patjetër, nëse inspektori urdhron, problemi është se ajo çfarë po thoja për Shqipërinë është që inspektori të merr mostrën, por nuk ta bllokon produktin, ta lën në gjendje të lirë, të shitë bëj çfarë duash me të. Dhe këtë e konsideroj si problematik ligjore unë në Shqipëri. Prandaj edhe ju pyeta ju për në Kosovë. Nuk e di procedurën atje, por këtu të ne nuk është që kemi pas ndonjë kështu konflikt. Në rastin konkret, pak a shumë, nëse keni edhe këtë informacion si shifër, sa mostra u morën në treg? Ne morëm 10 mostra, i morëm 3 mostra në pika shitëse, e morëm 1 mostër në depon e importuesit të brendit që ishte prezantuar në Shqipëri, dhe 7 mostra ishin të 7 ngarkesave që erdhën në periudhën kohore që ishte urdhëresa me fuqi. Do thotë 7 ngarkesa, ato morën mostra pa përjashtim. Çdo ngarkesë që vinte me origjinë nga Brazili, produktet të mishit pulës, të gjitha u mostruan dhe dolën rezultatet të gjitha që ishin në rregull. Dhe këto mostra janë testuar me 2 metoda dhe janë konfirmative që janë të besueshme dhe këto pastaj plotësojnë edhe kriterin ligjor për të lejuar në treg për shitje dhe kriterin e sigurisë që kanë dalë që i përputhen apo janë në përputhshmëri me ligjin për të tregtuar brenda vendit. 10 mostra në total, pra përveç tyre në tregje dhe në dhomat frigoriferike të importuesit, rastet tjera në import, nuk kanë qenë besoj nga një njëjti stabiliment, apo nga një njëjti janë? Këto të importit kanë qenë gjitha ngarkesa nga Brazili, por jo nga një njëjti brend. Kanë qenë secila që ka ardhur, urdhëresa ka qenë se secila ngarkesë që vjen me origjinë nga Brazili, të bllokohet për shitje dhe po ashtu të mostrohet dhe mostrat me njerë kanë ardhur nga laborator. Sepse kemi dashur të sigurohemi që pa përjashtim të testojmë të gjitha dhe kemi edhe një pasqyrë tjetër që ne karshi konsumatorit tonë të heqnin dyshimet mbi sigurinë e këtyre produkteve. Ky kontrolli për çdo ngarkesë do të vazhdojë apo do të riktheheni pastaj ritmit të zakonshëm? Ishte vetëm për kjo periudhë për çdo ngarkesë apo do të bjerë numri prapë në bazë të planit vjetor? Sigurisht me njëherë pas ardhes së rezultateve, këto masa janë të hequr dhe tani vazhdon kontrolli i rregullt sepse analiza e rrezikut e ka vlerësuar që nuk është e nevojshme që të vazhdohet me masa shtesë sepse të gjitha kanë dalë që i përputhen dhe kontrollet janë të rregullta. Ne në Kosovë faktikisht kontrollin kufitar e kemi në masën 100%, çka do të thotë se secila ngarkesë kontrollohet nga inspektorët AUV-s dhe mostrat merren sipas planit nacional për mostrim. Ne në fillim viti i miratojmë planet për kontroll dhe mostrim, që për kufi kontrolli është 100%, mostrat merren sipas planit dhe tek ne me ligj është të përcaktuar që në secilin rast kur inspektori dyshon, ka elemente të cilat ai i vlerëson se ka mos përputhshmëri diçka me produktin, ai ka të drejtën gjithmonë që të vendosë për marrje të mostrës. Apo bllokim, ndalim, gjithçka varet prej punës tij, sepse ai në fund të fundit do ta merr përgjegjësinë për kontrollin që kryen. Megjithëse jemi tek pjesa të çështja analizave laboratorike, para pak ditësh ose javësh në fakt, Banka Botërore ka miratuar, ka dhënë një investim për sektorin e laboratorëve të AUV-it në Kosovë. Çfarë parashikon ky investim, jo thjesht në vlera monetare, po sa do të ndihmojë laboratorët e sigurisë ushqimore në Kosovë? Ne fatmirësisht ka shumë vite që marrim mbështetje nga Banka Botërore, marrim mbështetje nga Bashkimi Evropian, dhe laboratori i ushqimit dhe veterinarisë, i cili është në kuadër të Agjencisë së Ushqimit, është ndër laboratorët më të pajisura
dhe ka një staf të kualifikuar, të cilët po ashtu kanë të kryer trajnime të gjithë edhe jashtë vendit, për të kryer analiza sipas metodave më të fundit që aplikohen në testime laboratorike. Dhe kjo ndihmë që do të ma vije është një ndihmë shumë e madhe dhe gjitha do të jetë në pajisje, trajnim të stafit, përgatitje të tyre për përdorimin e tyre dhe sigurisht zhvillimin e metodave të reja që ne të shtojmë gamën e testimeve laboratorike që sigurisht të testojmë edhe parametrat të cilat nuk i kemi pasur deri më tani si kapacitet në shtetin e Kosovës. Dhe e fundit, zoti Thaçi, në Sloveni, në mos gaboj, mund të korrigjoni, është shfaqur smundja e aftës epizotike, për cilën Kosova ka ndaluar importin e kafshëve, produkteve me origjinë shtazore nga ky shtet? Në fakt janë dy shtete për të cilat ne kemi vendosur masën e ndalesës, është Hungaria dhe Slovakia. Po, Hungaria është pak më e hershme, po. Po, fillimisht ka shpërthyer smundja në Hungari, pastaj në Slovaki, dhe për të dyjat në ditën që janë raportuar në Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëve, po në atë ditë është vendosur masa ndalesës, sepse kjo buron edhe nga ligji veterinarisë dhe më njëherë kemi ndërmarrë veprimet për si masë parandaluese për të penguar për hapjen e kësaj smundje në Kosovë. Në historinë e Kosovës, gjithmonë po flasim prej kur ne kemi të dhëna, do të thotë nga viti 99-2000, do të thotë ne jemi shtet i lirë nga prezenca e smundjes afta epizotike. Nuk është regjistruar asnjë rast dhe jemi shtet i lirë nga kjo smundje. Zoti Thaçi, falenderoj shumë për kohën dhe për këtë bisedë që zhvilluam bashkë. Faleminderit gjithmonë për bashkëpunimin që tregoni me ne. Ishte kënaqësi, isha me zotin Lamir Thaçi, zyrtar për komunikimin në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Ky është fundi i emisionit Alert për ditën e sotme. Bashkë do shihemi të premten e ardhshme në 21. Mos harroni ritransmetimin të shtunën në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.